Ardhja e migrantëve dhe fluksi turistëve gjatë sezonit veror reflektohet edhe në sistemin e drejtësisë. Rritja ndjeshme e numrit të qytetarëve dhe automjeteve në qarkullim gjatë kësaj periudhe shoqërohet edhe me çështje të ndryshme juridike. Një pjesë e problematikave lidhen kryesisht me qarkullimin rrugor, por nuk mungojnë edhe çështje të tjera, për të cilat emigrantët kërkojnë zgjidhje gjatë qëndrimit të tyre në vendlindje. Këtë fenomen duhet ta shohim në dy aspekte. Në aspektin numër 1 që gjithë ata emigrantë të cilët vinë vetëm një herë në vit apo një herë në disa vite dhe zgjedhin që të vinë në Shqipëri gjatë muajit gusht, kërkojnë shërbimin e avokatisë për të zgjidhur problematikat e tyre që mund t'i kenë ndër vite të paszgjidhura. Ardha e emigrantëve sjell për pasojë dhe shumë turistëve që po shohim, sjell për pasojë rritjen e problematikave dhe shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor apo edhe veprave penale në këtë fushë. Megjithatë, pavarësisht fluksit të shtuar të emigrantëve dhe turistëve, gushti konsiderohet përgjithsisht një periudhë më e qetë për funksionimin e sistemit të drejtësisë. Kjo lidhet edhe me periudhën e pushimeve dhe reduktimin e aktivitetit në institucionet e drejtësisë. Të vetmet veprime administrative dhe gjyqësore që kryhen përgjatë kësaj periudhe janë çështjet me karakter shumë të ngushtëm, që janë masat e sigurimit të arrestit, shuret e masave të sigurimit, pra përfundimet e dënimeve të personave të arrestuar dhe dënuar. Me përfundimin e periudhës së pushimeve dhe rikthimin e institucioneve në aktivitetin normal, pritet të rifillojë edhe me intensitet më të lartë trajtimi i çështjeve dhe procedurave juridike.